Ukraina zotëron depozita të konsiderueshme të mineraleve kritike, përfshirë mineralet e ralla të tokës. Minerale si litiumi, titani, zirkoni dhe grafiti janë vitale për industrinë moderne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë qasje në më shumë se 20 lëndë të para që i konsiderojnë me rëndësi strategjike, përfshirë depozitat e titanit, që përdoret për krahë të aeroplanëve dhe prodhim të pajisjeve ajrore, dhe uraniumit, që përdoret për energji bërthamore, pajisje mjekësore dhe armë, siç shpjegon Radio Europa e Lirë. Ukraina gjithashtu ka rezerva të litiumit, grafitit dhe manganit, përbërës kyç për bateritë e makinave elektrike. Trump tha se marrëveshja në teori nënkupton se SBA-k do të përfitojnë më shumë nga Ukraina se sa ka dhënë. Desha të jemi mbrojtur, tha ai në një intervistë për News Nation, duke shtuar se nuk donte të dukej naiv pa marrë kompensim për investimin. Më herët në një mbledhje të kabinetit, Trump pati deklaruar se prania amerikane do të mbajë jashtë vendit shumë aftor të këqin, ose të paktën erg zonës ku do të bëhet nxjerrja. Mineralet e ralla janë bërë tepër të rëndësishme për ekonominë. Ato nevojiten mes të tjerash për prodhimin e përquesve, telefonave celular dhe makinave elektrike.